Seancë e mbyllur gjyqësore për Gjestin. Artisti përballet me 3 akuza, ndërsa dalin edhe prapaskena të konfliktit me kompaninë. Sot është zhvilluar seanca dëgjimore ndaj këngëtarit Besart Kelmendi, i njohur për publikun me emrin artistik Gjesti. Sipas informacioneve të deritanishme, seanca është mbajtur me dyert të mbyllura në institucionet e drejtësisë në Prishtinë. Artisti u arrestua më 11 mars, pasi prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi se ai dyshohet për disa vepra penale. Sipas prokurorisë, ndaj tij rëndojnë dyshimet për veprat: mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, kanosja, si dhe asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë. Ndërkohë, detajet e reja kanë dalë në dritë rreth incidentit që ndodhi në zyrat e kompanisë Onima, kompani e cila menaxhon të drejtat muzikore të artistit në disa platforma digjitale. Sipas raportimeve të fundit, situata në ambientet e kompanisë ka qenë shumë e tensionuar nga sa u raportua fillimisht. Burimet pretendojnë se Gjesti kishte shkuar në zyrat e kompanisë në një gjendje të rënduar emocionale, pas një konflikti të gjatë që kishte me drejtuesit e saj. Thuhet se ai ka kërkuar të takojë drejtorin e kompanisë, Erkan Shabani, ndërsa në momentin kur nuk e ka gjetur aty, situata ka dalë nga kontrolli. Në kulmin e nervozizmit, raportohet se janë shkaktuar dëme materiale në zyrë, ku janë përplasur tavolina dhe janë dëmtuar disa kompjuter dhe xhama të ambienteve. Ngjarja përfundoi vetëm pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës, e cila mbërriti në vend ngjarje dhe arrestoi artistin. Sipas raportimeve, arma që dyshohet se ishte në posedim të tij është sekuestruar nga policia. Megjithatë, përkrahës të artistit theksojnë se ky incident duhet parë edhe në kontekstin e një konflikti të gjatë profesional mes tij dhe kompanisë që menaxhonte të drejtat e tij muzikore. Sipas tyre, pakënaqësitë mes palëve kishin kohë që ishin grumbulluar dhe kishin krijuar tension të madh. Nga ana tjetër, shumë figura të industrisë së muzikës kanë theksuar se, pavarësisht frustrimit që një artist mund të ndjejë në situata të tilla, konfliktet kontraktuale duhet të zgjidhen përmes rrugëve ligjore dhe institucioneve të drejtësisë, e jo përmes veprimeve të nxituara. Gjithashtu, në industrinë muzikore në Kosovë është përfolur prej kohësh se disa artistë kanë pasur mosmarrveshje apo procese ligjore me kompaninë Onima, gjë që e bën këtë konflikt edhe më kompleks. Ndërkohë, fati ligjor i Gjestit pritet të vendoset në ditët në vijim, ndërsa publiku dhe fansat e tij shpresojnë që e gjithë çështja të zbardhë plotësisht dhe drejtësia të vendosë mbi faktet reale të rastit.